Ka filluar me kohë procesi I zgjedhjeve parlamentare në shkollën fillore të mesme të Ullët Fehmi Agani në qendrën e votimit 0208. Në këtë qendër të votimit, të drejtë vote kanë 9715 votues, ku të hapura janë 11 vendvotime. Procesi ka filluar me rregull, materialet e nevojshme kanë arritur me kohë dhe tashmë mbarvajtja e zgjedhjeve po shkon sipas të gjitha planifikimeve. Një qytetar I pranishëm në ditën e zgjedhjeve ka bërë thirrje që të dalin të gjithë në votime. Është mirë të votohet sot, ka nevojë me dalë këtë populli, sa më shpejt, me votu natë më vonë. Kush vjen më vonë, bëhet më tepër gush, Babakilli s'mund më votu hiç te në orën 7. Por ton populli duhet të dalë më votu, edhe kush është më miri për herë I koftë. Nga kjo qendër e votimit është bërë ditur se deri më tani nuk është shënuar ndonjë incident.